Desha të them diçka në raport Vetëm sa më shkurt. Po, sa më shkurt. Në raportin e zgjedhjes që duhet bësh Shqipëria, Amerikën apo Europën. Për fat keq ne jemi europian, ne jemi në Europë. Për fat mirë. Për fat mirë. Ishte lapsus, kërkoj ndjes. Për fat mirë jemi në Europë, do mbesemi gjithmonë në Europë. Por Europa megjithëse s'na kanë dash, nuk është e kohës. Edhe ne kemi dash vetë, edhe ne, edhe sot e kësaj dite nuk e duam veten ashtu si duhet. Po na për këtë Rama, vazhdo. Ne kemi qenë për vullnetin e Europës, por super fuqive të gjitha, duke futur Rusinë edhe SBA, ne kemi qenë një zonë neutrale. Në Itali ka filluar të kuptohet që ne nuk kemi qenë të vetë izoluar, kemi qenë të izoluar, se nëse ne do ishim në traktatin e Varshavës edhe pas daljes, kjo do ishte kosto për Europën, do ishte në vend parë për Italinë dhe në vend dytë për Greqinë, pra për NATO, do ishte një kosto jashtëzakonshme dhe risk konflikti. Dhe këtë e paguam ne në të mirë të prosperitetit të tyre. Këto janë dokumente që po analizohen sot. Dhe nëse do flasim për neutralitetin të cilën na e kanë dhënë, pasi na kanë njohur nga shpallja e pavarësisë që e bëm neve në 28 nëntor 12 dhe e pranuan pas një konferencë 13 muajsh mos gaboj, dhe në artikullin e parë thuhet principat e pavarur neutrale. Në artikullin e dytë thuhet neutralitetin e garantojnë superfuqitë. Ju e dini që plasi lufta e parë botërore? Pas 6 muajsh, dhe pse u bën territore shqiptare arenë betejash? Sepse ishte neutraliteti. Dhe ky neutralitet erdhi dhe në komunizëm, që ne ishim të vetmi të izoluar për interesat të tyre. Sot ne jemi antar të NATO-s, po insistojmë të jemi antar të Bashkimit Evropian dhe shpresoj që Bashkimi Evropian ëndrrën e atyre që e ndërtuan e themeluan ta realizojnë, sepse janë në një sfidë, janë në një kryqëzim. Ta kuptojnë njerëz që është nevoja e tyre, po ai sa ç'është dëshira jonë është nevoja e tyre. Po, është reciproke. Do të thonë ne kemi paguar koston e stabilitetit tyre. U izoluam ne. Kështu që sot, pse të jemi ne, kemi qenë një urë në cilën s'ka ngelur shtri pa kaluar, po në urë askush nuk ndërton, askush nuk investon. Sot nuk jemi më urë, Shqipëria, shpresoj edhe Kosova, sepse ka një diferencë. Kështu që ne duhet të bëjmë zgjedhjet me kurajo, dhe me kurajo në sensin që edhe me analizë, Europa, EPR, paktën për një 10 vjeçar, nuk do të jetë ajo që duhet të jetë. Okej, Skënder, ne themi me Europën apo me Amerikën? Në fakt, po të ndjekësh mënyrën se si sillet Rama edhe në rastin e Izraelit, që është i